4 persona janë ndaluar nga policia e Sarandës dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim pas të shtënave me armë zjarri që u shënuan mbrëmjen e 12 marsit rreth orës 22:30 në rrugën Panorama. Policia ndaloi shtetasit Aleksandër Zervo, Gramoza Dushi, Aidi Basho dhe Daniel Zbote, të gjithë të moshave 18 vjeç, të cilët dyshohet për mos kallëzim krimi, ndërsa shpallin në kërkim 19 vjeçarin Jurgen Lapa dhe një djalë të mitur. Këta 2 të fundit, sipas policisë, qëlluan me armë zjarri në ajër me qëllim për të kërcënuar 4 18 vjeçarët që u ndaluan nga policia pas një konflikti për motive të dobta mes tyre. Grupi hetimor kqyri vendin e ngjarjes dhe sekuestroi 5 gëzhoja, disa aparate celular, si dhe një automjet që ju referuan prokurorisë së Sarandës si prova që do të shërbejnë për kryerjen e hetimeve. Policia e ka referuar çështjen në organin e akuzës për veprat penale kanosja, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit, prishja e qetësisë publike dhe mos kallëzimi krimit, ndërsa prokuroria pritet të nisë hetimet.